I pa favorizuari. Shumë kohë më parë, në mbretërinë e Bastijës jetonte princi Agustin. Dhe ai person Rof princi Agustin. 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 Zotrim, komandant, ushtar, nuk do ta kishin fituar këtë betejë pa guximin tuaj dhe pasqyrësinë tuaj. Çfarë guximi, madhëria juaj? Duke sulmuar arsenalin e armikut, na bë të fitonim pa u përdor asnjë shpatë. Zgjuarësia juaj do të mbetet në histori. Mos haroni që edhe ushtarët e armikut kanë të drejtën të luftojnë për vendin e tyre. Jetët e tyre janë pa aq të çmuara sa tonat. Rof princi Agustin. Rof princi Agustin. Dhe për të dorëzuar shiritin e fitores të gjithë komandantëve tanë. Alex, shka. Po, zotri. Çfarë po pret? Shka. Çdo gjë në rregull, baba. Vërtet po që? Më falni, jam thjesht kaq i lumtur që fituam. Je kaq i shkatëruar, nuk duhej kur. Madhëri? Ji më i but me të, Revoir. Po, madhëri. Alex, merr këtë palto për princin dhe mos bëj shkelma. Pse po i dërgojmë burrin e shkatëruar tek princi? Princi më kërkoi që të mos e pushoja. Paltoja juaj, dua të them, madhëri, më fal, paltoja juaj. Relakso, thjesht më thërisni princ. Faleminderit. A dini çfarë po ndodh sot në pallat? Po vi njerëz nga mbretëritë të tjera. Po, për të nderuar babain, sepse mbretëria jonë është zyrtarisht më e madhja në kontinent. E di. Me cilat këpucë ta vesh këtë? Me të zezat apo me të artat? Një princ duhet të vesh të artat. Por të zezat duken më mirë, nuk e mendon? Por vendosni kurorën e artë. Po mendonit për të gjithë veshjen. Po, atëherë këpucët e arta duken më mirë. Faleminderit. Princi, më falenderoj. Dhe për miqësin ton, Basti dhe Macedonia, ju na jepni qumshtin dhe ne ju japim mistrin. Do të vendosim për këtë në marrëveshjen tonë tregtare. Çfarë po bën? Po përpiqem të shoh. Kjo është bërë nga mistri. Ky është misër. Dhe kjo është bërë nga qumshti. Dhe kjo, dhe ky kremi këtu, gjithashtu dhe ky ëmbli, dhe gjalpi me djathin dhe torta. Buk misër nga mistri dhe gjithë kjo nga qumshti? Sasia e barabartë e mistrit dhe e qumshtit nuk është tregti e drejtë, madhëri. Pse jo? Janë në dispozicion me të njëjtin çmim. Bëhet fjalë për vlerën e tyre pasi t'i marrim. Do të na duhet të rinegociojmë kushtet. E pa... Djali im ka të drejtë. Ti? Madhëria juaj. Nëse do të shkoje për kamping, ku do të shkoje? Atje ku të vegjëlit nuk shqetësohen nga prezenca ime. Çfarë? Agustin, ne po të presim. Erdha. Princi më thiri? Por ai nuk të ftoi. Po çfarë? Mund të kalojmë natën në këtë shpellë. Po, a është e sigurt ajo shpellë? A ka ndonjë gjurmë për të cilët duhet të kemi kujdes? Jo, nuk ka asgjë të hyrja. Prit. Mos është ajo një gjurmë tigri? Shiko atje, brenda, tek pellgu. Në natyrë do të na kishte ngrënë të gjallë, pa diskutim. Sepse princi nuk do të gjuaj. Cili princ me mend në kokë do të gjuante banorët e tij? Le të shkojmë diku tjetër për të ngritur kampin. Çfarë ka ndodhur? Njëri nga kuajt
duket shumë i sëmur. Si mund të të ndihmoj? Qëndro me kafshën ndërsa unë shkoj të marr mjekun. Ai tani është mirë. Më lajmëruat në kohë. Alex! Mere këtë karocë dhe qojë tek dhomat e mbretit. Tani! Po, zotri! Çfarë është kjo? Si guxon të hysh në dhomat e mia kështu? Më fal. Zotri, më vjen keq. Alex, je e pushuar. Po princi tha që nuk donte të më pushonin nga puna. Por tani mbreti është irrituar me ty. Ik! Më vjen keq. Princi është këtu. Nëse i tregon atij, ai do të sigurohet që të mos më pushojnë nga puna. Më kërkoi ta thërrisja princ. Shkemi Henry. Ja ku je shoku. Kaluat një shëtitje të mirë, madhëri? Po, faleminderit. Madhëri, Aleksi më ndihmoi të kujdesesha për një nga kuajt tuaj që ishte shumë i sëmur. Ai ndeti këtu gjithë natën dhe për këtë e pushuan. Alex? Cili Alex? Ai që ti kërkove të të thërrisë princ. Shumë njerëz më thërasin princ, Henry. Madhëri, Kushdo qoftë ky Aleksi jepi një punë me ty. Kujdesu për të, shoku. Kujdesu. Ai nuk e dinte as emrin tim? Sigurisht që nuk e dinte emrin tim. Çfarë po mendoja unë? Alex, Më pyeti cilat këpucë duhet të vishte. Veshi ato që i sugjerova. Madje u ndal të fliste edhe me mua. Më pyeti ku do ta ngrija kampin dhe unë mendova se ai më kishte vënë re. Sigurisht që jo. Alex, ai është princi. Ai është shumë i ngarkuar për të mbajtur mend. Dhe unë jam askush. Shumë i ngathet për të qenë shërbëtor, shumë i dobët për të qenë ushtar. Jam askush. Por princi të dha një punë në stall. Jam i sigurt që edhe këtu do të më pushoj nga puna. Nuk e dua këtë punë. Faleminderit. Alex, askush nuk është askush. Secili prej nesh ka kuptim për dikë. Pyet këtë kalë që u kujdese për të gjithë natën. Çfarë do të thot prania jote këtu për të? Kujdesu për të. Mirupafshim. Kaloi një vit. Aleksi vazhdoi të bonte punë të rastit në mbretëri. Gjatë atij viti, mbretëria Bastias fitoi një pasuri të madhe fal qumështit që po shiste në Macedonia. Dhe jo vetëm qumësht. Bastia po prodhonte edhe kremra, puding dhe gjallë dhe po i shiste edhe në mbretëri të tjera. Populli i Bastias vendosi të festonte begatinë e tij. Hej, ti! Na duhen më shumë duar për skenën. Eja këtu! Çfarë po ndodh? Pse po e ndërtojmë këtë skenë? Nuk e di. Mbreti dhe princi po vinë këtu për të festuar pasurinë që kemi bërë këtë vit. Duhet të shkoj. Ti sillesh sikur të ishe i zemëruar me mbretin dhe princin. Sidoqoftë, po iki. Hej ti! Mos guxo të lësh punën për gjysmë. Askush nuk largohet nga ky vend derisa të mbarojnë festimet. E kuptove? Njerëz të mbretërisë sonë, është puna juaj e palodhur ajo që na ka bërë ndoshta mbretërinë më të pasur në kontinent dhe shkëlqimi i princit tuaj. Eja birim, të gjithë duan që ti të flasësh me ta. Kjo ide për të vlerësuar prodhimin ton të madh të qumshtit, dhe jo vetëm të qumshtit, por edhe të gjalpit, kremit, ëmbëlsira, më lindi një natë teksa po kaloja pranë kuzhinës. Pash një tavolinë ku ishin shtruar të gjitha këto produkte, krahas vetëm 2 gjërave për mistri: kallirit të mistrit dhe bukës. Dhe kjo më tregoi se çfarë mund të bëni me qumshtin dhe më tregoi diçka edhe më të rëndësishme. Nuk është ajo që jemi ajo që ka vlerë, por ajo që zgjedhim të bëhemi është ajo që ka rëndësi. Dhe ju i keni treguar botës sa të suksesshëm e përparimtar keni zgjedhur të bëheni. Rof princi Agustin! Rof princi Agustin! Alex, Isha unë në kuzhinë. Ai nuk më pa. por ai pa atë që ti i tregove. E gjithë kjo pasuri e ti, Alex. Ti ke vlerë, pavarësisht nëse njerëzit përreth teje të vënë re apo jo. Unë kam vlerë? Kam vlerë? Unë kam vlerë! Princi mund të mos e ketë vënë re Aleksin, por që rëndësi ka?
Dashuria, kujdesi dhe besnikëria e Aleksit për atë dheun e tij e bën atë që të ketë vlerë. Të gjithë kemi vlerë, edhe nëse nuk e dim.